Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi nga unë Dorun Tina, jemi në fshatin e vjetër Komuna Ferizojt. Jemi në fillim të fshatit, është objekti i shkollës, me pastaj e kanë edhe fushën sportive në të cilën nxënësit munden me i zhvillu aktivitetet e tyre sportive. E pas kanë u borrin me sipërfaqe bukur të madhe, përveç kësaj po m'pëlqen pastërtia që e ka u borri i shkollës, m'duhet me u largu dal nga kjo pjesë për shkak se po ndëgjohen nxoncat edhe po mbojnë pak zhurmë, po ma përzin ashtu tekstin që apo du me thonë se qenë kanë asin nxonca entuziazm. Ne po vazhdojmë drejt fshatit të shohim se çfarë fshati është, për çka njihet dhe se si janë banorët në këtë fshat. Unë e kam kontaktu kryetarin e fshatit, por që nuk ishte momentalisht në fshat, ishte në punë, mi dha ca informacione, më tregoj që këtë fshat është ndër fshatrat në komunën e Ferizojt që çdo ditë është numri në rritje i popullsisë dhe që shumë pak e kanë braktisë fshatin. Pra fshati është i banueshëm, kështu më tha, përveç kësaj më tregoi që pra e kanë shkollën, xhami, çerdhe nuk ishte. Qa më tregoi tjetër, po kanalizimin tha është në rregull, ujësillësi po ashtu, si dhe disa rrugica janë në punim e sipër, pra që janë duke i shtruar me asfalt. Çka po m'pëlqen kjo pjesa është trotuar gjithandej, po shpresojmë që ka me qenë deri në fund të shohim tash mbetet me u bë. Përveç kësaj, ftesat që më janë bën këtë fshat, më kanë thonë që kur shkon te fshati i vjetër kanë me të bë bajat fshatra tjera, por jo siç e dini, për mua çdo fshat është i bukur, secili në mënyrën e vet. Në çdo fshat unë mbaj kujtime të mira. Nëse hiç fshati nuk është me pamje të bukur, apo ku ta di unë, rëndësishme çdo herë them njerëzit me qenë të mirë, njerëzit janë ata që mbesin e kujtime, tek e fundit njerëzit janë ata që i japin jeshi fshatit apo ku ndodhen. Lëvizje ka për shkak se jemi kështu në rrugë kryesore, nga ana e makinave. Banor momentalisht nuk jam të taku, e keni parasysh tash jemi edhe në kohën kur njerëzit janë edhe në orare të punës, por inshallah e kemi fatin e takojmë të paktën ja 2-3 banor me na tregu sa më shumë për fshatin. Jam të e pa prej si largu një banor atje, dy në fakt po shpresoj që njëri prej tyre ka me u ndalë dhe me na tregu ca informacione për fshatin. Fshati po duket me një sipërfaqe bukur të madhe, përveç kësaj po m'pëlqen pozita gjeografike që e ka fshati, është rrafsh, si me qenë sallon. Le salloni ka një herë i ka do farë, më duket që është pak si kështë, mirë po këtu është rrafsh, çka s'po m'pëlqen momentalisht që më të po mbeturina, nuk po m'pëlqen, ma kanë lëvdu shumë këtë fshat, mbeturina paska, si në këtë pjesë, si në pjesën tjetër, tash duhet me e thonë kur shone, edhe ju bëj apel, jo vetëm këtë fshat, po se cili me qeni vëmendshëm për vete, mos me hudhë mbeturina, pse me prish për shembull gjithë këtë fshat kaq të bukur, me këtë sipërfaqe kaq të mirë, kollomu që ju pas ka metë kështu, as se pas kanë korras, misri, se ka prej atyne që mendojnë që se di, se si i thojnë tamam me gjuhën tonë, të ëmbël dhe të bukur. Hajde po shofëm, nëzënd s'ka ka kjo i ri, po duket, këtë djali. S'kam qa me nalë këto se i ri. Ne po vazhdojmë rrugtimin tonë, po shpresoj që kemi me pas një ditë e mirë, kemi me pas që ka me ju të regu me që fshati, po duket me qenë i bukur, përveç kësaj, e kanë edhe një lagje tjetër afër, por në atë lagje do jemi në një ditë tjetër me xhirime ekstra, se që dini çdo fshat apo ndalna, veç pak. Çdo fshat e ka atë ditën ekstra xhirimeve që ne do shkojmë, i pasan shtëpitë shumë të bukura. Ai ke ka po ndë?
Kanë thonë që janë shtëpit shumë të bukura, ndër më të bukurat në këtë fshat. Ne po vazhdojmë, po shofëm, po shpresoj që ko me taku dikë, kohën e kemi goxha freskët, pak ftoft është. Por mirë është, nuk është për me u anku. Që pas kanë fillu me punime, do shta kanë me ndërtu diçka që apo digjone. Jam të e po një banur, po shpresoj që ndalet, edhe nëse nuk ndalet, faleminderit për sëri, i kuptoj. Do shta mundet edhe mos me qenë banur i fshati i vjetër. Por ne po provojmë. Përshëndetje! Si jeni? A moni me nga tregu 2 fjallë për fshatin, se nuk ja kam idin se si je, Dorontina, jeni banur i fshatit, fshati vjetër? Po, jam marrë frekën, nëse një 4 vjetë, nëse vetë një jetë, si se di një tjetër sen, që kam një tregu. Unë një javë marrë këtu me qëndru, ko me mësu diçka për fshatin. Sa është si fshat i banuar, sa ka njerëz? Po, ma herë ato nuk ish pas shumë, po ta shumë kanë ardhur, shumë vinë për fshatrave tjera, për veneve tjera. Se nuk ish kanë shumë i banun, po ta shumë ka, po vinë. Po dhe më thonë njerëz. Ka. Se që shumë kanë tregu, disa më kanë thonë që është shumë si fshat i banuar, por edhe që e kanë lënë fshatin shumë, do të kanë dalë jashtë Kosovës. O mërgjimtar shumë nga këtë fshat? Po, unë tash nuk e di, se frika, ma nuk e di. Nuk e di se a kanë pasë. A i një këta banur që ke ardhur për 4 vite këtu që Jo, je? pak atë ku jam unë, se shton jo, nuk i njosh shumë. E me qka mirën banurt për atë sa i nje, për atë sa di, me qka mirën banurt e këti fshati, qka punojnë? Se e dita është A i punon i tokat? po që atë i punojnë, të sera dhe punojnë, unë s'kam, unë që s'ka ku mble që atë. E nga cili vend keni ardhur ju? Ku marrë nga komune Kaçanikit, fshatë Strash, po. Kush ju ka thonë më ardhë në këtë fshat? Si e ke njoft ose... Po, unë se kum njoft, po, kam pas një dhëndra, e kish pas një shok që të edhe unë e desha me bled dikun, po se dishta ku, ala. Po thot, jo, unë e kam, thot, një vend që thonë hajde këshire, kur e këshire, me ta shishkon kismet e marrëm që të. Ashtë ndër fshatrat më të bukura që i ka Ferizaj, po dhe Kosova? Pa, është i ka dhe ma të bukura, veç fshati i mirë është. I mirë është, i bukur, i mirë është. Shkollën e keni? Po, shkolla atje është. Xhamin? Po, edhe xhamia që atje, e këti fshatit nuk ka, se kjo fshati vjetër, anton është Bibaj. Por që jeni shumë ofër? Po, shkojnë atje në xhami, shkollën këtë që të për fshatit Bibaj, që të vinë në fshat vjetër. Qendër mjekësisë familjare? I kena në qytet atje është. Në qytet, këtu nuk ka të më thonë. Jo, këto jo. Por rini, sa ka ke fshat? Ka rini, në për shkolla, po edhe jashtë kanë dalë, edhe jashtë e shoh që janë, kanë dalë. Po ka rini, ato që janë në për shkolla, to janë. Ato që janë e kanë kri shkollën. Apo njihni me gjitha jeni një fes, apo se edhe pse ju jeni ardhur nga Kaçaniku? Shumë tartë jenë, shumë ka tartë nga komuna e Kaçanikut, Elesanit, edhe shumë fshatra qera vinë. Do të jeni të përzim, ashtu? Përzim, po, përzim. Por që raportit e keni të mira, po besoj? Mira kemi, shumë mira kemi. Përgjithësi ju jeni njerëz qetë, kështë? Po, mira, s'kena, që me thonë eksese, kështu nga tresa, nuk kena. Ku shimi, takomi, përshëndet me njëri tjetrin, mirë janë. Ndrum, faleminderit. Faleminderit edhe juve, ditën e mirë. Me të mira, faleminderit shumë. Na i dha sa do pak ca informacione, edhe pse nuk ishte në dieni për më shumë sa i përket fshatit, e ndëgjut edhe ju vetë intervistën, pra se është i ardhëm nga Kaçaniku në fshatin e vjetër që 4 vite. Përshëndetje!
ta ndërprej punën, a ma bën halal? Me pas prit ma të një A orë. jemi pëthua? A të lojmë kër këthehem? Që e të po të shurtua? Që qëllova. She. E ke di që shenë të i prej palidhje jem të i shërtu. Pasha zote i di sa në të dhone. Po dhe. Mirë jeni? Mirë. Familjen? Krejt mirë. Qysh po kaloni? Mirë, si në katon. Qysh Si katon, penzion. qysh në katon, kësë me konë qytet, shati Si me vite. konë, po si me konë. E si me konë, si me konë. Nuk është ta më. Jeni i lindu me dhe i rritëm këtë fshat? E lindu e rritu ka të fshat. Po të shë qka me nga të regu për Ja, fshatën. shenë ziva. Pse? Jo, ku di. Se kur din? Këtu i ke bo po besoj një 6-7 vite? Një 6-7. Ani të 60 po, ja qëllova. Për mi Si është jetesa në këtë fshat? Krasim me fillimet, tash është sikur në paros. Ata këtë pasunik në përëndim ikin fshat jetojnë, këtu në qytet. Edhe na bojnë këtë tërë me shku në qytet në për ndërtesa, mu bloku në ndërtes, mos me pas mija ku me lu, mos me pas ku me dal. Të ditë Ferizaj që nuk ka dhe hapsina gjelbërta, do ma nuk ka as vend ku lujnë fëmija. Do me dalë në beton me lu. Këto, si qot më ngjes, e ka gjelbërim. Kjo është e jemja, po edhe pjesa njën është e jemja ku shpia. Fëmija një pjemesa kanë komplet hapsinën e gjelbërt ku dalin lujnë, ku knosen, ku dalin të pemë, këtu knosen me pemë bio, pa pesticide. Ta në të mirat e Zotit, a din me më tregu si i ka mbet emri fshati vjetër? është një histori e gjatë. Shkortimisht, në pikat shkorta. Ky fshat është kallë një 2 herë me herën e 3 tash këtë luftën e fundit. Ka qenë ma lartë, ka kodra nëjna, ne i thumë asoj pjesë e breg. Breg, ja ka nënë sërbë mas në që ka nënë, për dhe Shqip është breg, nuk është emën tjetër. është ndesë prej tushve 2 herë. Po sërbët ja ka nënë emnin Starosel. Për vitin 1992, ne e kemi ndru. Se ne kemi thonë fshati vjetër për para, për në dokumente ka figuru Starosel. Për vitin 92, ne kemi qytë veç fshati vjetër. Tash është zyrtarisht veç fshati vjetër, nuk ka emën tjetër, edhe në dokumente e kemi fshati vjetër. është ndesë shkollë 2 herë prej tushve për shkak se do kurira që enë, se ka qenë rruga vjetër këtu që ka shku për Novë Bërë, në përkatun thonin ka kalu. E kam vra kuririn një herë, e kam vra herën e dytë për shkak se ka shiku mrena në borën. Në borët të na me shiku kanë qenë mure, tu ka qenë e liume. Edhe ku kanë morë vesh, kanë ardhur dhe kanë kollë ka thonë. Edhe herën e dytë njësej kanë kollë. Herën e tretë, dikun prej 100 shpive shqiptarve, 70 e diçka janë kollë. Në dhe të është damtu komplet fshati edhe është ndërtu. Tash, prej luftës së kënej, dikun 300 shtëpi të reja ndërtu në fshat. Kanë ardhur prej komunës Vitijes, komunës Kasaniku, Teleshani, dëmonë qisa i rëthine, kanë orë të e në vendës katun tonë. Sot katun i ka për 1400 shpi. Në fillore kemi në katun prej vitit 1932, na jemi shkollu këtu, dhe në klas 4, mas në është hapë klasa 5, ashtë është klas shkollë 9 vjeqare, me gjithë parashkollor, rruga asfaltume, rrethave fshatit. Ka diçka që i mungon fshatit? Qëtë kanalizimin e ka, qka i mungojnë hapësirat e destinume gjelbërta të regulume. Se hapësira bio gjelbërta ka sa dush. Po park i regulum, unë kom insistu e kom fillu që të hapësinë që të është e fshatit, e kënë 16 me është ndrumë park, ose në munges për krajet prej komunës, do është vetë me investu edhe e nuk mu leju, në peticionin, dhe në shqimë dhe për katoni dorëzorën komunë, se dashtë me ndërtu diçka tjetër këtu që... Ndoshta në një kënd lodrave... Komplet park me kënd lodrave, me teren për basketball, atje kemi teren e futbol, dhe diçka që kur kalojnë fëmijët me shku në shkollë me po hapësirë gjelbërta, jo me po beton, se beton po shojnë sa dush. Mirë po nuk gjeta për kraja edhe... Po nuk i lash me realizu atë qëllimin tjetër të betonimit që e patën. Tash ka me të hapsin kësisoji, mirë mbohet, në aspektin me u kosit bari, po diçka tjetër ma tutje nuk kam shku. Unë kam dërmendoj një herë me insistu tash që po pretendojnë me bo hapsira gjelbërta, se stacionet autobus ka qenë beton po dojnë me bo park, atër pëse mos me bo park këtë hapsirë që është e gjelbërt, me disa urse, me disa drënë. Bilon e pata mjellë, shifet një Pavlovin atje, 50 copa e ku mjellë, edhe mi kam prish. I ku mu jetë vetë, ku mi mbajt vetë, po nuk në në shumë atë tje.
Tash te varrezat po dojmë me bën një hapësirë si parë kanë filluar diçka me punu, po është hapësirë shumë e madhe, edhe te varrezat na shkojmë veç kur vdesim. Për zgjodh te varrezat as me lumë shkojmë poshtë. Po kanë filluar. Fshoti, hajtë hapësirën e katunit, në ta përdorin, po ky vend ka qenë këtu, ka vend tjetër më nalt, ka hapësina këtu sa dush me bë parë, se bë hapësirë gjelbër. Që kjo është ka i mungon. Tjerë të kemi, me usjelës, me kanalizim, me rrymë, me internet, se si mungon. Gjatë kësaj bisedës që zhvillum, po më pëlqen përkushtimi që e ki ndaj fëmijëve, edhe po dukesh me qenë një gjësh i përkushtum kështu. Se po ja u japshe dashnin tamam të madhe. Nëse nuk menojmë për fëmijë që është ardhmja jonë, atëherë do të menojmë për neve plesë, do të menojmë për plesë për me u kujdes për ta. Me u kujdes familjar, se shteti nuk ka për kujdesi për plesë. Fakte na. Në fshatin tonë nuk ka shtëpi për të më shumë, në qytetin tonë nuk ka shtëpi për të më shumë, nuk ka as fshat. Edhe aty iniciative kur fillu, na të ndihmojmë me ndërtu, po ma tutje do të vetë. Unë nuk jam biznesmen, që me përfitu prej dikujt e dërkuj, unë e kom dashur vetëm për kujdesin e pas, për ata që nuk ka kush kujdeset, se për mu unë e kam djalin këtu, me nusën, që çdo të njerë mu më kujdes vetë për veti, po ata kujdesen për neve, po ka tjerë që tanë ditën e kalojnë vetë. Po më interesant si bëhet shortimi, a mund të më hy në barë? Po marrë mu. Ka e ki hymjen? Ja kom bje këtu dek të gjata që s'jen nuk prodhojnë fruta, edhe kom lanë veç pjesën e ullt, ku këtu mund më zhvillu frutat në për... Tash të kalova. Ha, ma kalove tash. A ka mirë kështë me qyrë për Mos e vjetë. hypin pëmën e tash. Kështu që saj tash kom ja hik veç se ato degat atje po ishe nalt, në kamera më në po. E tash të ju e merrin një që kje kumbull, apo? Po. Tash e mertin një dek të mollës, a qa? Jo, ajo është shartim, nuk është krasitje. A, ti veç krasitje? Nëse du që të kumbull me pas edhe frutat mollës, atëherë e marr e prej një dek të mollës edhe e ka një lidh, apo? I lidh bashka. Prehet kjo, prehet anash, vendoset, lidhet, mbarët qysh do me bë shartimi. Ka që e qajnë mes, ka që e prej nanash, e lidhin në kanë, ka që vendosin mes, e lidhin, varët, po unë nuk bëj shartim. Unë bëj veç krasitje, do në thëtë, në këtë kuptim të kumbulla, veç pastrimin e degëve që po vejtën degë të kota, ja marrë në ushqimin, unë po të në i bën vjesht që gjatë dimnit, kur pushon kjo, merë energjit mjaftueshme edhe në pranverë i ka degët e pas, se ta nuk mirë në atëherë me prej se mëdhime, kër fillon me lulu, me marrë me prej. Ja në lërritën. Më barë në pranverë shfar moti merë. Për shumë vitin e kalun s'ku mujtë në vjesht me i basë, se në ndorë ka orë puna me ardhë me fillu me punu, rënë temperaturat minus edhe e lash. E ku bo mas në pranverë në shkurt. Si vjetë është moti mirë këtu ditë, se për një javë ditë ka dhe zdale i E qa frëma dhe ma që ta? Gërshon me bateri. A të të milëshu këtu, a? Ajo është elshume. Se pja shë dritin e gjelbërt. Ajo është elshume, po... Po se ke porosit nga në i shteti i jashtëm? Jo, këtu. A godze, unë e pja prej. Për shumë dhe sharrën që për dikat ma trokë. Edhe kjo është në bateri. A godze me prej qëton ju? Qenë ke i përgatit? Wow, sa e mirë. Tu nuk i nevojt ashtë të përdoj me farforës të të modhe për në prej. Po, kjo vetë e bën, veç pullën. Veç me andru baterin kur të rëgjohet edhe e krymë punën me të fator. Inshallah s'po t'leo pa pem. Pak sen është kjo. Kjo është një prej 18 që kam. Se këm mjeu këtu prej gjitha... Mirë si ja prej vakrin. Po du me lon pas një flit. Do i kam një nga prej krejt loje. Të fillu me kuma, mulla, disa loje, darda disa loje, ftoj nalt, mushmulla, qershia, vishnje, krejt ka pak. A është bon tash mushmulla? Mushmullat alon ke kanë kohën me qenë të pjekuna, po veç ka, po... I shtim në nërson? Pas të vjetë kanë pak fruta, të e në mullat, po disa kanë pas vetine, disa jo, një 40 trupa më duket, se nuk ga bëj. Shumë mirë. Këtu të shfilojnë dardhat. Paske ku me kalu kohën. Këtu ka maronijat mjellën një 7 roj. Gjithë këto pem, ftoj! Tash të ftojt, ishe si dukën këta. A i mboni vetëm për veti, a shesni? Veç për veti, asë një vit që kom pas shumë,
kam pas mirë, kush ka ardhur në bord temin, ose ka ardhur te dera jam, damtume, kush ka ardhur ka dera jam, ka një ark me mulla ose me dorë dhe kom qitë në gepet kjerit dhe kom thonë hajtu ta marr. O, du sa prishin. Bile kisha idenë se pa ta lezu dikun që Norvegji morën se më shullat nuk shkum do të themi po. Norvegji morën edhe A jeni qishin. qëto? Qërt? Apo thu të sahen? Jo, herët është të mosh me këput një me provu. Me provu se unë nuk i ha pa u zbut. Pa ta lezu që Norvegji i merr prej pemishtës pronari edhe i mush keset dhe i qet në rrethoj. Kush ka lënë që do me marrë, merr. Edhe bësha mendë me qitë në rrethoj atje kush ka lënë me marrë, po nuk i morën. A di, do të mjaftu, jo, do të mjaftu të shtëpia. Kaqme. Se jam mësu si zotni, a di? Po, valla. Vetë nuk i prekin mi punu, po edhe me bo me adhon, zgjedhin, jo e mirë, jo, s'po bëj ka jo e modhe e vogël. Për mu, jenë të mira krejt pëmët. Po të shta nuk e kema trendin thëm ashtu që me i ljonë skejt rrugës edhe me i morë. Po se kemi ato, Nëse këshëm fillu ma shumë se gjysa e këshëm dita një kur i këshëm po në po rrugë. jo, dhe shka kishë ndodhë. Kishë ndodhë me pasron ato kishin dalë këta biznesmenet që kanë pilarat ndryshme, shqitore të pëmëve, i kishin marrë, i kishin qitë, i kishin shqitë. Kështu që unë me ndimu biznesin dikush se kam plan se vetë s'du me bo biznes. Krejt këtu shkaj këmjellë veç për familjen tem, për rrethin tem, për njerëzit e mi, e jo për biznes se Po ju mbon kjo punë. E boni me pasion kështu. me tregu drejtën. Po rinia sa Djalin sa është interesimi ti në? 35 vjeçar. Zakonisht se tash kanë dalë këtu gërshont me bateri, ka pas gërshont pneumatike me ajër. Gërshont të thjeshta, djalin janë në rena, unë në tjetër në kënina, dhe ju takojshën në midis. Ato do të me dorë ose i do Po, në po, durë? s'është problem edhe pa dorë, se janë Shtru. janë kalitë durë tona, po edhe ai kur ka kohë, nuk priton me i kry këtë punë. Kur shem unë në shpe, që më ka ndodhur një kohë mos me qenë, ai ka kry këtë punë vetë. Nuk është që e detyra jone, po që e don vetë. Jo, për qatë po në një në shpet vetë. O më thupe me, po më duket mos një ditë me nejt rahate, mos një ditë me pushu Ta kur. krye familjarët kështu nuk din me pushu kur. Shka kena me pushu, shka ka me bë unë, problemin më të madhe kam që tash jem pension, jem të nejt, edhe që unë në mëngjes, pe dhomës gjumit, dalë në salon, unë e qoj televizorin edhe rri ullë. Lodhna të nejt, e qësh me pushu kur të lodhës të nejt. Kështu, kur të lodhna të punu, unë atë shpia edhe pushoj. E marri pi një kafe, e pi një qaj, edhe kalim Edhe një koqe. pyetje për fund se ju lodha, ju ko marrë koshëm, keni kështë koshëre që eni me zveti, raporte po më interesën si janë. Kur e përmenë në fillim 100 shtëpi shqiptar, këtë pjesën që su prej rrugës e kënej 9 majtë, janë familje që kanë qenë prej para lufte këto, familje të vjetra që jemi rritë bashkë me ta, unë si fëmijë jemi rritë me ta. Dikun ka qenë 7 shtëpi, tash janë 30. Jemi janë prej shtëpi pa do në rrugë, me ata kapigjikat e vogël kanë qenë përpara, edhe kemi hangër si fëmijë ku kemi qilun qatë shtëpi. Me qëta si kemi kushëri, për shumë familja jam, janë statos, të ardhëm prej onës Leskovësit. Që i mojtëm tash, se të atjen Leskovës një zero. Urime, Urime që shqiptarë. urime. Edhe të ofërm të e me, tezën kom pas martu me, dhe mon kanë qenë 2 motra ofër një tjetrës, janë zhinjë po tak, një frate tjetër atje të servisë. Mas një tjerë të janë magash. Ata që ashtu janë të ardhën për Shqipëni, të ardhën për kësaj onës servisë, të rrujeve tona. Në fund janë Hasanovës, dhe mon janë 3-4 fise faktikisht ndryshme, po jemi janë sikur një familje. Tash, dinamika e jetës më nuk paten më janë as me tot fort, janë mina qëtu me qëta, këto e kam këshi që ka orë ma vonë, mas lufte, vllauja ka shi dverin, po e kam këshi sikur në bingo me pas marë. Qëllu i mirë. Sa si që raportet mira kemi me ta. Kjo është i mirasali se orën këto. Po, enë, konflikte është interesant. Në këtë katon, ka qenë katon heterogen në aspektin e rejardhjes, e fiseve, kur nuk ka pas. Vjedhje, kur nuk ka pas. Raha në mëzveti, kur nuk ka pas. Konflikte, kur nuk ka pas. Ju kemi ru një tjetrit, se kur janë kusherën mëzveti për një tromezh aty për një
20 cm e Se keni nxjerrë këshirë, e vret, po. na ato si kemi këshirë. Bile është një rast tash po zgjasta pak. Një pjesë kemi ku është autostrada dhe bleti prej një kujshis tonë të bleti njëni tokën. Ai ploku pak belazhie sa. Edhe sa e livroshin djem tokën e hekin me kracia dhe te meza, rrotulloi ka e qitë ka e vetë. Edhe pe takon vllahun shitore. Po shëndetet pyet, a di çka? Po mangus mezën, qose i unë për tokë. Ma të 1 metër për mezës, ka e jemja, që të vijen, po të bëjmë mezën që aty, po me bo me dalë kënena, ki pun me mu. Po jo, unë e po djemë të jo, ti do të me pranu se ti me ka si e të e bo, unë ti folja 1 metër, ama nuk du konflikte. Dhe kur më nuk e ka prejkë. Në në qitë mënyrë e kemi eliminu konfliktin që ka mujtë Po të thuj falmi, ti folje, e me më nëzo për pudo. 1 metër në fund, nësi cilë ka 2 metra me një kemi ma shusmanin me veti, e përshka ku më rrejh me dikon për tërë. Ku ka përnë si më këtishë metrin, që të pikën kënena, ku pe që të pikën, apo pajtoni, po pajtoni ditën e mirë. Këthe ma kënena, që 1 metra anej, 2 metra manej, që të e në pikat, u kry ditën e mirë. Edhe një pyetje, se vish përshkëm pyetjem, po, qëto e kam ne, këto e kam veçfore. Sa kam punu komuna për fshatin e vjetër? Që aty një projekteve generali që kam qenë të sjellse që është vendos natë për mikaton rezervuarët edhe është dëmtu rruga kërë është vojë sjellse, se na punojmë pa plan. Shqiptarën përgjithësi e kemi qashtu. E marrëm asfaltin mas ne e prejmë, vendosim një kanalizim mas ne e nxjerrëm me vendosim sjellsin, e qësoj. Mirë po, në kohën e fundit më tregu drejtën e i vetmi investim që është bo që kjo fushë që është ndërtu në katon. Fushë e sportit, është rafshu venje, vendos shtyllat për toja, edhe është bon beton, a ne kemi pos bari. Kemi kërku me bo bari, me rafshu edhe me bo bari, se fëmija vogël në të është zohën, e kam bon beton. Që kjo është e vetëmja, une që e di bëllëmjet, si projekt. Para zgjedhjeve tash e rregullon oborrin e shkollës. Nuk është ka një rregullu. Nuk është rregullu oborri i shkollës. Para se dia i ka 2 javë që është përfunduar. Se që ka pos aty pa përfundu ose pa Ka qenë rregullsi. tereni sportiv, po jo i rregullum, tash kanë rregullu, e kanë betonu, e kanë qita si fat të pihu për mi, që prapë nuk është e mirë për mi, sa e s'mbron kur gjë, se është në beton i vendosën, edhe kanë rregullu një teren voleybollit, e kanë vendosur një farë ndriçimi edhe që. Ma mirë pak se heq. Po, unë po thomë inshallah bën 10 vjet për vjet bile bojnë diçka, dhe se kështu. Kujta shto më fal, a bën me lon. Çdo 4 vjet pak sa po bota. Kështu më bë vjet për vjet zgjedhje, vjet për vjet kishim punu ka diçka ja kishim po hajde. Shumë Zvicër këto. Po, Po te. Atë përshëndes, faleminderit. Përshëndes ju. Jemi pranë fushës sportive e cila është financuar nga vetë komuna tashmë së fundi, siç edhe më tregoi banori pak para zgjedhjeve. Po duket bukur, por një gjë nuk po më pëlqen për shkak se është me beton dhe këtë normalisht aktivitetet i zhvillojnë fëmija edhe me urdhzu, po dihet pasojat mundet me qenë edhe të rona. E pas kam përballë edhe zyrën e qendjes civile, pra shumë e mirë kjo nëse duhen me nxjerrë ndonjë certifikat edhe nuk ka nevojë me shku atje në Ferizaj në qytet. Hajde ne po vazhdojmë, por para se me vazhdojmë të e pa një banor përshëndetje. Ajni lullë, si jeni? Mama, shajnë nga të mirë. Si shini? Dorontina. A je mirë? Mirë be. A je lullë? Edhe ka ta. Qysh po kalon? Mirë be. Qa po bënja, qa po vynja? Po edhe kur gjo, është po. Apo ja u qetë, është të nejtë? Po shkam me bo, pensioner. Pensionera? Po. E këshës po mirësh me naj pun tjetër a dytësore? Jo, po shkam me morë. Volë këm punu. Po thua? E shkam me punu ma shumë. Pa i na i sen me punu në barra, ku pe di une? Po një ka pa që ati. Qa po punani? Kur që ati ka shpija, po përne. Kështu me toka, me diçka punani? Ja kur gjo. Se? Jam kun katon shte ku më këtu. Ku je kon? Kur t'lin. E shte ku më këtu. Po, a jeni i lindë dhe i rritëm këtë fshatë? Ja, s'ku morë që një 3 vetë ku pëdalë këtu. Që 3 vite i orë këtu, Pa. qish po duket jeta këta? Wallahi, për 3 pa për mu, ja.
Se? Ja. Çka nuk po të përshtatet në këtë fshat? Po nga gje kum li që a gjinë me apet venit. I cilit... Kotlinës. Kuj vjen Rahoveca, Ja, i Kaçanik? be për të Kaçanikit be. Se në bazë të folmit ashtë po të mbëllën ma ndryshe. Po maran folmi na. E kush ta me orë, kush ta rekomandoj me orë këto? E djem kam pru këto. Djem dhe ju ka përshtota? Po për jashtë i kam gjenë. Jashtë. Me kom po jetën këtë? Vesh me shoqen jam. Ani mas mirë. Po mas mirë. Qashtë po ljep një ju? Po vallën. Po ja u leni fojnë trive vallojnë ma qef po keni ju veç me grasën atrit. Po ashta zote mami me shoqen s'ka. A po? A pet një qajit. Shumë mirë se pe pranën. Po jo pe pranësh kam. Po nuk kanë qef me pranën veç pjallën fojnë valla këta atrit. Hajde po shkojmë po ecëm së bashkë. Po thoj një këta atrit vallojnë edhe jetë ma të shumë po keni qef bëll veç me gratë t'juve. Po shka mo hikon këtë. Kanë me dhe shplesht kanë me në Kosovë, hikan. Shati shumë i bukur. Po këto mina, këto ina këtë, shto gatë. Doktori kina gatë e këtë, po apet... Qa po të mëngon për i fshatit që je konë? Po ma mera gjithë fshat nështë. Qa ke pas ati ma mirë? Kom pas gjonë e bilmeti me taze këtë, me mishe, me kose, me gjize, me gjatë këtë i ki. Ka shkejt lidhë? Këto vëshku me mërë magarina, me magarinë makarona. O, se to të sonë. 68 nalë veti kom bo, kur s'ko morën e mishtaze kom preja gje. 100 sopa dhi, dhenë, Qa juët. ju bone gjitha tyne? Po, që këta lazë jam konë. A i shita qa ju bone kur E ju kam dhe këtu? lazit kam atje. Po, i kam A atje. kam bet na i dhij atje na i... Jo, e kam me ljuë, me gjonë, ma shumë me ljuë. E kush po kujdeset? Vllaznia? Po vlaznija, gjëmë ti kanë nga për puna, do i kanë Gjermani, qashto. E tash kur po shkon në fshat apo merr bilmet? Po mbinë, me të vlazi po mbinë. Ua. A, po mbinë Apo se. thuj na i sen kështu të gatshme ti? Ja, po mbinë tazë, ma mirë. Ua. Se këto fështira. E kështu a nuk e mendove me morë na një këtu me veti as ki vend, hapsir? Jo, be ku që dojnë, jo, më këto se dojnë. Vesh me shoqën që kam me vaqë. Ja, Qërë që parë hapsir e bukur. e bukur, po, pas se dojnë. Më pëlqen shumë kjo fshat edhe ma kanë lëvdru shumë. A, fshati i mira. Më ka ronë një herë veç më orë kështu po ju me emision. E kum po kështu një shikim, shpejt. Fshati është shumë i bukur. Jo, i bukur fshati, në kujshit janë të mire, këta. A ki raportit mira me të gjithë? Po me këtë me, kujshit i kina këtë me këta kina. Ja, zban me qitë ta. Kujshit mirë kina, mirë me ta, pim kafe, këto, që kina stronë, kafe këti pi. Kishit edhe restorante. Po, keti. Sa i keni dy duke të shëna? On poshtë kina natë në të konat, karrit të rrethi natë, dalë me pi me shokë, me një pedaj, këtë jam këtonë, dalë me pi për qetë. Andojnë si me konë qytet. Jo, mirë, mirë. Zban mu. Ja, zban qëfar. Ja. Shka kime mu? Shumë mirë. Ane. Tashti po më intereson sa ka punu komuna, si pas mendimit personal, qka i do të këti fshati që i mungon momentalisht? Valloj fshati ka punu mirë qaj kretari. Agimali ju ka punu këto shumë. E ta i kanë dhe qëto rrugë. Po diçka që ka mbet ende pa u rregullu? Po ka në pa kanë mishtru me asfalt, ato logje që i kanë mishtru kretë, se ka punu Agimali ju. Si fshata është i madhë, se po duket kështu me si përfaqet Po modhe? fre kum dalë në këto që një 3 vetë. Mos është zgjidh. Jo, lith janë. Shkojmë për cilë mu këta qenë. Qeshtë, se e kam fësejone me shku, ju ka shkëni ju. Po e tash, qka ka me u bo kjo objekti këtu? E punëtoria, qka? Pare shka qelni, do një diçka kanë me qelni. Duket me qenë mobileri, kështë në bazë do drosa qka Po, që stoj, që teve. Miqtemi, erdhem në pjesën e fundit saj përket fshatit të vjetër komuna Ferizojt. Më kanë thonë që në këtë pjesë janë shtëpit ndër më të bukurat e fshatit. Hajde po shkojmë po i shofëm përse afërmi. A i një lodhë punëtor? Pak. Që e ka dalë? Puna e marë. Faleminderit shumë, respekt. Faleminderit. Ja, pra miqtemi, veç po shifen shtëpit, ndërtimit janë shumë të bukura, përveç kësaj në këtë pjesë po më pëlqen edhe mirëmbajtja që e ka fshati. Ishin i pras në së cilin o barë është me i bukur së tjetri, po duket që këta ferizajlit janë punëtora. Duket që po. Këtë është problem me taku banor, duket që shumica mundin me qenë edhe të mërgjimtarve.
Si që dini, pra mërgjimtorët kanë dëshirë shumë me investu në vendin e vetë, të paktën shtëpit me i pas bukura dhe drynin, se s'kanë qka me bo, jetesa. Sfidat e jetës, jeta i ka në drejtime të ndryshme, kështu që unë po e komentoj edhe për pak qaste fshatin qka unë po shë momentalisht, banor me cilët bisedum ishin ata cilët na i dhanë ca informacione për fshatin, po i falenderoj edhe njërë përzemërsisht. Pak a shumë, unë juftua me fshatin e vjetër. Sa interesant, fshati i vjetër. E kishte një histori bukur të madhe, se si ka mbet emri fshati i vjetër, pra se di pse e kam pas përshtypjen që mundet me qenë fshat i vogël, por që e pas ka një sipërfaqe bukur të madhe, ja pra është një shtëpi, se cila ma i bukur se tjetra dhe po më pëlqejnë modelet që i kanë ndërtu. Shumë pozitë e mirë kjo pjesa ku ndodhe momentalisht, sa bukur me jetu në këtë pjesë. Pra, fshati i vjetër është ndër fshatrat që po rritet numri i popullsisë, pra jo si në shumicën e fshatrave që çdo ditë më shumë po kalojnë në boshllëk, ky fshat po shkon në rritje, pra nuk po e lojnë fshatin, po vazhdojnë me qëndru me jetu dhe me vepru, edhe mirë kemi taku banor, nuk ishte që s'ka pas lëvizje. Pas kam pas edhe fatin sot, se për ndryshëm theshin jo jenë shumë mërgim, por që unë e kom bisedu në telefon si që ju tregova dhe krejt në fillim me kryetarin e fshatit, por që nuk ishte prezent në fshat, për shkak se ishte në orar të punës, edhe mi jepi ca informacione, çka ma ka tregu edhe një karakteristik, po nuk po më kujtohet, që lidhet me Rahovecin, nëse di që shumë tha, më ka tregu shumë informacione, çka kom arrit me i mbajt mend, ja kom tregu, çka jo e rëndësishme është që fshati është shumë i mirë, njerëzit e në respektu, në përgjithësi Ferizoj ka njerëzit ashtu të but, edhe kjo shtëpi sa e bukur e lezetshme, edhe u burrin e bukur e paska, i mirë mbajtëm, gjithçka në rregull është. Edhe një punëtor jam të e pa atje, tentativa e fundit edhe miqtë e mi tash keni me pa që ne jemi në fund të fshatit, pra këtu mbaron fshati dhe dal nga dal ne po i afrohemi fundit të emisionit, sa i përket ditës së sotme, sa i përket qëndrimit tonë ditor këtu sot në fshatin e vjetër. Fshati i vjetër. Për dikën që nuk kanë dëgju për këtë fshat, pasha komi ju duke dhe interesant. Po thuja emrin e gazetarë e fshatit, po fshati i vjetër dhe e ko emrin. Qysh më në kë fshati i vjetër, për kundrazi këtu ka ndërtime shumë të reja, ka zhvillime, përderi se jam të fol, momentalisht jeni të e pa dhe asfalti, po duket i ri, po është shtru, s'po besoj që është më shumë se 3-4 vite, ndoshta edhe më pak, po duket i ri. Ajni lodh! A mune me bisedu 2 minuta? Miqtë e mi, on the focus është shtëpia e fundit saj përket fshatit e vjetër, veç të kalojnë këtë pjesën edhe po e bej mbylljen, duke ju falenderu përzemërsisht që qëndruat edhe sot me neve, ne do shifemi në fshatin tjetër të radhës. Deri atëhere, miru pafshim!